Vezët e esëm në mëngjes shërojnë menjëherë këto tre probleme. Disa njerëz pyesin nëse ngrënia e vezës në mëngjes është e mirë ose e keqe për shëndetin tuaj. Një pyetje që ne do t'i përgjigjemi në këtë video sipas ekspertëve. Nuk është ndërzakone tipike të shqiptarëve, por në vende të tjera të Europës dhe në botë është zakon që ta hahet vezë për mëngjes. Një përzgjedhje që disa nuk e ndajnë dhe mbi të gjitha mund t'jetër shumë e mirë edhe në dobi të organizmit tuaj. Ka edhe nga ata që shkojnë me tej dhe pyesin veten nëse të konsumoni vezë për mëngjes është e mirë apo e keqe për shëndetin. Në përgjithësi, duhet theksuar se konsumi i këtij ushqimi para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Të rëndësishëm nuk e dëmton organizmin për sa kohë nuk e teproni dhe nuk i shtoni edhe yndyrna të tjera. Në fakt, është një nga ushqimet më të mira dhe më të shëndetshme që mund të shtohen në dietën tuaj. Kjo falë faktit të tyre ushqyes të cilat janë të rëndësishme edhe për shkak të proteinës që ato përmbajnë. Brenda mund të gjeni shumë proteinë të dobishme për trupin tonë, si dhe një mori të vitaminave dhe mineraleve. Vezët përmbajnë nivele të larta të hekurit, fosforit, kaliumit dhe kalciumit, gjithashtu dhe acidit folik, riboflavin dhe jo vetëm. Vitaminat që gjenden te to janë vitamina A, B1, B6, B12, vitamina D. Në fakt, është një nga ushqimet më të tretshme dhe tretet lehtë dhe me cilësi të pasur të elementve ushqyes për të përballuar ditën në vijim. Duhet gjithashtu të siguroheni që ato ende janë brenda datës së skadencës dhe nuk kanë përmbajtje të yndyrnave të shtuara në gatim. Ekspertët këshillojnë më mirë konsumin e vezëve të zjera si një nga alternativat më të mira ushqyese në dobi të shëndetit tuaj. Por flasim edhe gjithashtu për vlerat ushqyese që ato do t'japin për mbrojtjen e organizmit. Në fakt, ekspertët tregojnë se konsumi i vezëve lidhet edhe me një zgjidhje shumë të mirë të fuqisë së muskujve tuaj, duke I furnizuar ato me proteinë cilësore, por nuk mbaron me kaq përfitimi që do të merrni nga konsumi I vezëve. Ekspertët, sipas Shoqatës Amerikane të Zemrës, të rriturit, tregojnë se nuk duhet të konsumojnë më shumë se 300 mg kolesterol përgjatë një dite. Një vezë në madhësi mesatare posëdon rreth 186 mg kolesterol, dhe gjithashtu nga ana tjetër shumë njerëz besojnë se vezët rrisin në riskun e demencës dhe sëmundjeve të Alzheimerit. Megjithatë, një studim finlandez zbuloi se ngrënia e vezës në bazën tuaj ditore mund të stimulojë funksionet më të mira të shëndetit të kujtesës dhe mbi të gjitha t'i japë një proces më të mirë njohës për shëndetin tuaj të trurit, citoi studimi. Ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj mund të jetë një mburojë shumë e mirë për procesin e shëndetit mendor. Për studimet e tyre të botuar në revistën American Journal of Nutrition Clinical, shkencëtarët analizuan dietën e rreth 2500 personave meshkuj të moshës nga 42 deri në 60 vjeç për gjatë 22 viteve. Në fillim të analizave, asnjë nga pjesëmarrësit nuk u diagnostifikua me çrregullime të kujtesës, siç është për shembull edhe Alzheimeri ose demenca. Nga 2500 burra, 337 zhvilluan një gjendje neurologjike në një moment, me shumicën që vuanin nga sëmundjet e Alzheimerit. Megjithatë, besimet e përgjithshme tregojnë se kolesteroli dietik ka një ndikim modest në nivelin e kolesterolit në gjak, citon profesor Jurvik Vitrane, profesor zëvendësues epidemiolog ushqimor në Institutin e Shëndetit Publik në Ushqimin Klinik të Universitetit të Finlandës. Tha se kolesteroli nga konsumi I vezëve nuk shoqërohet me një risk të lartë të sëmundjeve në zemër dhe I cilësoi vezët si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese për dietën tuaj, duke ditur edhe rëndësinë që kanë ato për shëndetin e zemrës. Ai gjithashtu shtoi se kolesteroli dietik ka një ndikim të madh në nivelin e kolesterolit në gjak midis bartësve të gjenit APOE4. Për më tepër, të dhënat gjithashtu treguan se konsumi I rregullt I vezëve nuk e rrit riskun e një çrregullimi të kujtesës, madje as te individët të cilët janë të predispozuar prej saj. Studimi u financua nga Universiteti I Finlandës Lindore dhe Vitranen shtoi se
Konsumi i vezëve mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Kur konsumohen vezë në mëngjes, përfitimet e saj janë vërtet të gjëra dhe mund të japin rezultate mjaft të mira në dobi të organizmit. Për sa kohë i konsumoni si duhet dhe brenda normës së lejuar, përfitimet e tyre do të luajnë një rol pozitiv në dobi të shëndetit tuaj. Ekspertët thonë se jo vetëm që do të ndjeheni të ngopur me konsumin e vezëve, por do të rritet gjithashtu edhe energjia trupore. Do të keni një qartësi më të mirë mendore dhe muskujt dhe sistemi imunitar juaj do të jetë më i fortë, duke na mbajtur më shumë energjik me produktivitet të mirë gjatë ditës. Ato janë gjithashtu ideale për të përmirësuar kujtesën edhe për të mbështetur vizionin ton të përgjithshëm. Një nga avantazhet më të mëdha të vezës është cilësia e proteinës që ajo e ofron me shumicë. Nuk kemi nevojë të shqetësohemi për besimet e vjetra se vezët duhet të konsumohen me moderim. Kur konsumohen ato me moderim, edhe në kombinimin e ushqimeve të duhura, përfitimet e vezëve në organizmin tuaj do të jenë mbreslënse. Edhe pse njerëzit preferojnë të konsumojnë vetëm të bardhën e vezës, e vërteta është se veza e plotë është më ushqyese për organizmin dhe jep të gjitha elementet ushqyes për të cilat trupi i ka të nevojshme për ditën në vijim. E verdha e vezës përmban proteinë, vitamina, minerale siç është kolina, hekuri dhe zinku, ndërsa e bardha e saj është e pasur me vitaminën A, vitaminën D, vitaminën E dhe K, fosfor gjithashtu edhe vitaminën B12, të cilat do të forcojnë muskujt tuaj dhe gjithashtu rrisin sistemin tuaj imunitar. Vlera e fortë ushqyese e vezës vjen nga kombinimi i këtyre dy pjesëve, duke bërë atë një ushqim të përkryer për të gjithë ata persona të cilën duan të kenë edhe një fuqi të plotë gjatë gjithë ditës. Vezët, për shkak të përmbajtjes së lartë të biotinës, ndihmojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të flokëve dhe lëkurën. Biotina, e njohur si vitamina B7 ose B8, është thelbësore për rritjen e shëndetshme të flokut. Përmirëson gjithashtu strukturën e tyre dhe nxit rigjenerimin e tyre. Për të përfituar plotësisht nga biotina, ne duhet të gatuajmë vezën në formën e saj të zjerë, në mënyrë që të merrni përfitimet e duhura, ose edhe mund të aplikoni me maskat me vezë në flokën tuaj për të marrë drejt për së drejti cilësinë e saj në dobi të shëndetit të flokut. Kur blini vezë, sigurohuni që të zgjidhni ato organike dhe gjithashtu të pulave të rritura në natyrë. Kështu përfitimet e tyre në organizëm do të jenë më të plota dhe gjithashtu nuk do të keni nevojë që të tregoheni gjithashtu edhe të kujdesshëm me sasinë. Ekspertët tregojnë se përfshirja e vezëve të zjera në dietën tuaj, duke i kombinuar si duhet, atëherë përfitimet e tyre do të jenë mbreslënse. Vezët janë padyshim përbërësi kryesor i një diete të shëndetshme dhe një mëngjesi të shijshëm, dhe konsumi i tyre brenda normës së lejuar sipas Healthline mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të marrë përfitime të larmishme. Në këtë video do të njiheni me përfitime shëndetësore të vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit tuaj nëse e konsumoni atë vazhdimisht. Veza ofron 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrrat që skuqen mund të rrisin gjithashtu edhe kolesterolin në organizëm. Ndaj, nëse doni të konsumoni vezën, sigurohuni ta keni atë në formën e zjerë, në mënyrë që përfitimet e saj të jenë të plota dhe gjithashtu më të shijshme. Përfshirja e vezës në dietën tuaj do të ofrojë edhe një cilësi më të mirë të proteinës. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele shumë të larta të proteinave. Organizmi juaj ka nevojë për proteinë në forcimin më të mirë të muskujve dhe të organizmit, por mbi të gjitha proteina ndihmon organet e trupit të mundësojnë një strukturë të tyre më të mirë edhe për muret e qelizave, duke i mundësuar atyre edhe një shëndet më të fortë, citon Healthline. Shëndeti juaj i syve do të jetë gjithashtu një përfitues i madh nga konsumi i vezëve në dietën tuaj të përgjithshme. Një nga vitaminat më të rëndësishme që gjendet te veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës dhe gjithashtu në mbajtjen më të shëndetshme të tyre. Ndaj sigurohuni që vezët t'i keni sa më të freskëta në dietën tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.